shumë të rëndësishëm edhe aplikimi i inteligjencës artificiale. Thënë ky sistem i ri që duam të aplikojmë është në të njëjtin hap me disa qytetet e zhvilluara në botë ku koncepti kryesor Smart City, pra qyteti inteligjent, do të përdoret për herë të parë në Shqipëri dhe përfitues do të jetë drejt për drejt tërthorazi e gjithë shoqëria shqiptare dhe përdoruesi fundor Policia e Shtetit. Ajo çka do të jetë e dukshme në sytë e publikut do të jetë kamerat me rezolucion, radarat në rrugët, sensorët e ndryshëm të përfshirë si ato për matjen e zhurmave, si dhe pajisjet tjera inteligjente. Në krye të herës, ky projekt u nis për të fuqizuar sigurinë e qarkullimit rrugor, por rrahja e mendimeve nëpërmjet ekspertëve të ndryshëm të qarkullimit rrugor, punonjësve të policisë dhe vlerësuesve të cilët njohin shumë mirë gamën dhe problematikat e fushës së transportit rrugor, u mendua bashkë me partnerët ndërkombëtar që koncepti Smart City të zgjerohet më tej, sidomos me një ekspozim më të madh të publikut, ku në radhë të parë janë mjediset shkollore, sheshet e frekuentuara, kryqëzimet dhe rrjedhimisht prej këtij zgjerimi dhe konceptit do të kemi një fuqizim më të madh të sigurisë publike dhe forcim të punës policore, sidomos në parandalimin e ngjarjeve. Të nderuar deputet, më lejoni të vënë ndukje disa detaje teknike të këtij projekti. Negociatat e marrëveshjes SOHUAS nëpërmjet Këshillit të Ministrave Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Zhvillimit Abu Dhabi për financimin e projektit, sistemi i kamerave nën administrimin e Policisë së Shtetit, teknikisht kanë zhvilluar ekspertët e Ministrisë së Financave, pavarësisht se përfitues do të jetë Ministria e Brendshme dhe më saktë Policia e Shtetit. Ky projekt është vërtet një risi teknologjike për ne, por njëherë është një mundësi e jashtëzakonshme për vendin tonë për sigurinë rrugore dhe atë publike. Aplikimi i risive teknologjike, përdorimi i pajisjeve të fjalës fundit të shkencës, sjell logjikisht edhe rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve. Tashmë, kundravajtjet në rrugë do të analizohen nga një program kompjuterist pa pasur nevojë të debatojnë ekspertë e qarkullimit rrugor ose drejtuesit e mjeteve. Në këtë mënyrë shmangim çdo dyshim që mund të jetë i arsyeshëm ose jo nga ana e qytetarit të thirrur për këtë arsye dhe për këtë kauzë. Projekti Smart City është gjithashtu në përputhje plot me vizionin e qytetarëve për të digitalizuar shërbimet dhe praktikat e administratës. Njëherësh është një realizim konkret i objektivave të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit për inovacion, teknologji dhe siguri. Në përfundim, sa thash më sipër, kërkoj nga Parlamenti që të votojë këtë projekt ligj, i cili i hap udhën zbatimit e këtij projekti me rëndësi të veçantë për Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit.